Mirë se vini në këtë analizë. Le të futemi direkte në temë. A i keni menduar ndonjëherë se ato ndërtesat e vjetra prej gurit që shohim për ditë nuk janë thjesht streha apo monumente, po sikur t'ju them se ato reflektojnë fjalë për fjalë ligjet e fsheta të vetë universit. Fiks, ky është thelbi absolut i filozofisë së gjeometrisë së shenjtë dhe arkitekturës. Sot do të zbulojmë së bashku se si mjeshtrët e lashtë përdorën gurin dhe proporcionet për të shkruar leksione të përjetshme mbi zhvillimin e shpirtit njerëzor. Është një temë vërtet magjepse. Për ta bërë këtë, le të hedhim një sy planit ton sot. Do ta nisim me filozofinë e arkitekturës sakrale. Më pas do të kalojmë te themelet klasike greke dhe romake. Pastaj do të shohim 3 shtyllat e vërtetit, thjeshtësinë dhe integrimin universal, estetikën si rend kozmik, dhe do ta mbyllim me pikën ndoshta më të rëndësishme, ndërtimin e tempullit të brendshëm. Është një guide plot se si kolonat e lashta transformohen në plane ndërtimi për karakterin ton. Filloj me pjesën e parë, filozofia e arkitekturës sakrale, ose reflektimi i ligjeve universale. Kur dëgjojmë fjalën arkitekturë sot, mendja na shkon direkt te inxhinieria, materialet apo qoftë edhe te kostot e ndërtimit, apo jo? Por në traditat ezoterike dhe masonike, arkitektura nuk është thjesht një proces i zakonshëm, është një shkencë e shenjtë. Arkitektura sakrale është pikërisht ky sistem klasik që përfaqëson estetikën dhe harmoninë e universit. Me pak fjalë, nuk bëhet fjalë vetëm për të ngritur një godinë që duket bukur. Është një metaforë jashtëzakonshme. Çdo gur i vendosur drejt është një mësim i heshtur se si duhet të ndërtojmë tempullin ton të brendshëm, e jashtëzakonshme po ta mendosh. Le të kalojmë te pjesa e dytë, themelet klasike greke dhe romake, ndërtuesit e antikitetit. Pra, nga na erdhën këto ide kaq geniale? Sigurisht nga Greqia dhe Roma e lashtë. Ata e kodifikuan dijen e tyre në 5 renditje arkitekturore që i njohim mirë: dorike, jonike, korintike, toskanike dhe kompozite. Tani, pika kyçe këto është që secila prej tyre ka proporcione, forma dhe një estetik krejtësisht unike. Asgjë, dhe e theksoj absolutisht asgjë, nuk është bërë rastësisht apo thjesht për zbukurim. Çdo detaj është fjalë për fjalë një gjuhë fshehtë e mbushur me simbolik shpirtërore dhe filozofike. Dhe kjo na sjell natyrshëm te pjesa e tretë, 3 shtyllat e virtytit, përkatësisht ato dorike, jonike dhe korintike. Këtu gjërat bëhen vërtet emocionuese. Le të marrim kolonën dorike. Fizikisht ajo është mjaft e ashpër, super e fortë, me forma krejtësisht të thjeshta dhe pa asnjë dekorim të tepërt. Është modeluar duke u bazuar te trupi i një burri të fortë, por cili është kuptimi i saj fshehur? Ajo përfaqëson forcën e pastër, stabilitetin dhe një karakter të hekurt moral. Mesazhi këtu godet në shenjë. Pa një themel solid dhe disiplinë të brendshme, asnjë lloj ndërtese, qoftë një pallat apo vetë karakteri njerëzor, nuk do të mund të qëndrojë në këmbë për një kohë të gjatë, tepër logjike. Tani, hidheni një sy kolonës jonike. Ndryshim drastik apo jo? Format bëhen shumë më të holla, shfaqen ato dekorimet elegante spirale dhe proporcionet janë super harmonike. E po, nga pikpamja e virtytit moral, kjo kolonë përfaqëson urtësinë, inteligjencën dhe ekuilibrin. Ato spiralet mahnitse në maj nuk janë thjesht një gjetje estetike. Ato simbolizojnë lëvizjen e dijes, zhvillimin e pandërprer të vetdijes. Është balanca perfekte e mençur për të balancuar ato forcën brutale të kolonës dorike që sapo pam. E treta në listën klasike është ajo korintike. Këtu kemi një shpërthim të vërtet dekoresh. Është e mbushur me gjethe dhe një finesë artistike që sinqerisht të lë pa fjalë. Por çfarë po na thot? Ajo simbolizon bukurinë sublime, përsosmërinë shpirtërore dhe harmoninë e gjithë krijimit. E vërteta e thellë që fshihet këtu është se bukuria nuk është thjesht një luks sipërfaqësor, nuk është diçka ekstra. Ajo është një domosdoshmëri morale, edhe tempulli ynë shpirtëror duhet jetë i bukur dhe në sintoni të plot me botën fantastike që na rrethon. Seksioni 4 të zgjeron pak horizontin ton, thjeshtësia dhe integrimi universal, duke u fokusuar te kolonat toskanike dhe kompozite. Këto të dyja janë shtuar traditave klasike nga romakët e lashtë. E nisim me të toskanike. Siç mund ta shihni, është tradita më e thjeshtë romake, e karakterizuar nga forma jashtëzakonisht të pastra dhe modeste. Moralja e kësaj historie, pastërtia, qartësia dhe një sinqeritet pa kompromis. Mendojeni në këtë mënyrë, forca e vërteta nuk ka gjithmonë nevojë të bërtas apo të dekorohet me tepri. Ndonjëherë, mençuria më e thellë dhe karakteri më i palëkundur gjendet fiks aty.
te thjeshtësia absolute dhe mungesa e pretendimeve. Në anën tjetër kemi kolonën kompozite, e cila, siç e thot edhe vetë emri, bën një kombinim mjaft të guximshëm. Ajo merr spiralet intelektuale të rendit jonik dhe i bashkon direkt me gjethet estetike të atij korintik. Ky bashkim spektakolar fizik flet për diçka tepër universale, integrimi e traditave. Ajo tregon bashkimin e dijes dhe harmoninë mes elementeve të ndryshme. Me fjalë të tjera, thekson faktin se urtësia më e lartë vjen duke bashkuar eksperjenca dhe pika të ndryshme pamjeje. Është një metaforë geniale për njerëzimin e bashkuar. Pjesa e 5 na fton të bëjmë një hap pas dhe të shohim pamjen e plot. Estetika si rend kozmik, ose e thënë ndryshe, filozofia në gur. Tani që i pam një nga një, le ta sintetizojmë pak këtë sistem. Ashtu siç duket qartë, asgjë nuk ekziston në izoluar. Dorikja na sjell forcën përmes thjeshtësisë masive, ionikja sjell urtësinë përmes spiraleve, korintikja materializon bukurinë përmes gjetheve, toskanikja provon sinqeritetin duke qenë e pastër dhe kompozitja arrin bashkimin duke i përzierë stilet. Ky nuk është një katalog i thjeshtë ndërtimi. Vetë proporcionet fizike të objektit po na edukojnë mendjen. Çdo tipar kthehet në një simbol të pamohueshëm të rendit moral e atij kozmik. Dhe kjo logjik na sjell te ky citim që e përmbledh thelbin në mënyrë lakonike dhe absolutisht briljante. Arkitektura bëhet filozofi e materializuar në gur. Po ta mendosh thellë, është drithruese. Çdo tempull antik, sado gjigant apo historisur të jetë, mbetet si është një mjet edukimi për ne. Një mjet. Ata mendimtar të lashtë i kthyen ligjet më të larta shpirtërore në diçka fizike thjesht që ne t'i shihnim, t'i preknim dhe t'i deshifronim sot. Gjë që natyrisht na çon drejtë në kapitullin ton të 6 dhe të fundit, ndërtimi i tempullit të brendshëm, mikrokosmosi shpirtëror. Kemi folur kaq shumë për makrokosmosin, për godinat fizike dhe rregullat e klasikës, por qëllimi final, sekretet pas këtyre mësimeve? Burimet ezoterike flasin pikërisht për atë që quhet tempulli i brendshëm. Sipas tyre, ky është i vetmi ndërtim që ka vërtet rëndësi parsorë. Dhe ashtu si një inxhinier që nuk lëviz as një milimetër në matjet e tij, edhe ky ndërtim karakteri kërkon vëmendje, zhvillim intelektual, sigur themeli për urtësinë, harmoni emocionale për të arritur bukurinë, ekuilibër absolut moral për të ruajtur drejtësinë. Secilën për atyre kolonave që analizuam, ne jemi të ftuar t'i ndërtojmë, por brenda mendjes dhe shpirtit ton. Këtu fshihet teza kryesore, vetë thelbi i asaj që sapo zbërthyem. Tempulli i vërtet, ai që nuk shkatërohet kurrë, arrin të ndërtohet vetëm kur forca, urtësia dhe bukuria bashkohen në një ekuilibër të përsosur. E kuptoni idenë? Le ta zëmë se jemi të fortë fizikisht apo mendorisht, por nuk kemi urtësi për ta drejtuar atë forcë. Çfarë ndodh? Bëhemi dëmshëm. Ose kemi bukuri e harmoni, por s'kemi asnjë gram forcë morale ta mbaj gjallë. Edhe ashtu, struktura e brendshme rrezikon të shembet nga stuhit e jetës. Është një përpjekje e jashtëzakonshme për të sinkronizuar një qenie njerëzore me balancën e pafundme të universit. Dhe pikërisht për këtë arsye, dua ta mbyllim këtë analizë me një mendim që do të na lërë të gjithëve të reflektojmë paksa. Mendoni për një moment, nëse vetë karakteri njerëzor do të ishte një rend i mirëfillt arkitekturor, atëherë cilat virtyte i kemi hedhur tashmë si themel të fortë dhe cilat presim të ndërtojmë akoma në të ardhmen. Teksa vështrojmë këtë gjeometri të shenjtë të mira viteve më parë, në fakt jemi duke lexuar një manual udhëzues, një udhërrëfyes që papushim po na fton të marrim mjetet e punës dhe të bëhemi ne vetë arkitektët më të zgjuar të shpirtit ton. Mbetet një nga konceptet më frymëzuese.